Gjithë Haga, 100% kanun. Gjithë Haga. Kodi penal i Hagës, kanun, i terë. Pra kanoni jonë është institucion. Hagë, institucion i madh, i parë, ku ai studiusi japones, që ka arru para 10-12 vjetër, disa herë, që unë kam takuar, vetë ligjet e samurajt, kanun. Iku dhe kjo. 2000 libra e detës greke, të bëra edhe të gjetura edhe nga Lutfi Alia, një studius i matë në Romë shqiptar, ish ministër vitet 91-96, po që jemi të nderuar sepse ka zbërtyer në kuptimin juridik, po edhe në kuptimin social. Kanuni, pra. Dhe 12 libra, kodi nderit, kodi familjes, besa, të gjitha janë libra më vete në kanun. Vazhdojmë, e deta romake, e tëra kanun. Unë që kam lexuar kanunin, kam mësuar dhe det romake, ku 200 terma shqip, kujtime, do të kujtime, një avokat ulet në fund karrierës vet dhe shton doktrinë juridike me kujtime që ka. Ka pari, e thash ka pari. Koze turpe, ai po ishte latine ajo, greke. E kishte hequr fjalën turpe, sepse po që për turpe në latinisht sturpum. Në shpëdyrokën, dhe turp, që një shpjegimi, që një plak që bën marrëdhënie intime me një fëmijë të vogël quhet turpe. Pra e gjetin kanun në detën greke, e gjetin deta greke në detën e Omerit, në detën trojane, trojanët e gjetën ke Hammurabi 1700 para erës sonë, Hammurabi e gjetën dhe Sumerët, dhe Sumerët e gjetën ke kanuni që është 10.000 vjetë për para. Pra, ky kanun që ka një vlerë hyjnore, institucionale, që edhe kur e bëri Skënderbeu kanunin e matit, nuk i mbjetoi dot si kanuni i lekës, leka, që është ai që i mblodhi, po kanuni është i maleve, është kanuni i maleve, 10.000 vjetë kanun, gjublet, qifteli, laut, vazhdo, veshje, thirrje, fusanell, janë 10.000 vjetë nga sot, i thonë 8.000 vjetë për para erës sonë. Gjua shqipe, gjitha këto janë 8.000 vjetë para erës sonë. Pra, ky kanun që me të drejtë, kur thot gjithë shoqata, nuk po them gjithë gjivene, po gjithë këta dugagjinat, kujdes, po the dugagjinat, këta ndre thoi që kaktorin e matë, ndrekën pra, lucën pra, ndrek lucën, po mirë, ndimoni qike se po, ndrek lucën, po ke thënë Frederik Ndocin, po ke thënë Benet Pecin, ja po me që ta mbyll dhe shiti. Prandaj ajo kryetari i bashkisë, djalë patrioti, të erdhi momenti, shansi, luks do ta quaja unë ti, Benet, ku jetë? Të erdhi shansi historik të vendosësh dinjitetin e të parëve të tu. Sepse gjyqet e tu ka nikur për beteja kundër tuqve në marrëzi dhe u kthyer nga Peci, u kthyer Beci, ta gëzosh të mbiemër, je buri mirë, je bur. Tani po e bëjmë edhe mbiemrin. Po, s'ka problema vallë, do ja ta marrë frymëzimin për atëre kryetar të kërkoj unë në emër të Akademisë së tona, si mbështetës, sepse këta janë të parët e vendit, që ti gjesh bile, jo ti gjeshesh, por sheshi më të mirë, sepse asush që kemi vendosur gjesh Kastriodin nëpër Europë, nëpër Shqipëri, atë s'mund të rritë do të gjesh vetëm, pa një Gjergj Muzak, një Gjon Muzak, pa një Gjergj Aranidas, pa një Pjetër Span, pa një Lek Dugagjin. Ndërkohë që Lek Dugagjini kur vete në Oxford, gjen figurën e lekës në sarkovag, e mos a gjesh në Shqipëri, pse? Përgjigja pyetësoj dhe unë mbarova. Sepse kanë frikë, sepse është ligjvënës, kur mbështet Justiniani, mi kanun, gjithsesi unë mendoj profesor që ishin shumë